Kombinati është ndërtuar në 5 vjet. Për 5 vjet. A mund të imagjinosh gjithë ky kompleks? 5 vjet, ë? Sa që është sipër është edhe poshtë në tokë. A pse ka dhe nën tokë, ë? Po, patjetër. Gjithë stacionet e pompave, ku diun se çfarë kanë qenë poshtë. Furnartat kanë qenë sa lart sa poshtë, e me radhë, është ndërtuar vetëm në 5 vjet. 5 vjet, ë? Vetëm në 5 vjet. Wow. Në 5 vjet. Dhe ka 42, ka pas 42 kilometër hekurull brenda për brenda. 42 për ku? Si hekurull? Brenda për brenda, ja. Është 400 hektar. 42 kilometra hekurull brenda për brenda. Dhe është ndërtuar shpejt, por ama është ndërtuar deri në vitin 1976, 75-76. Do të thotë që ka pas një teknologji të viteve 60, 50, 60, e pra me fillimi 70. Atë teknologji kishte edhe Kina vetë. Nuk është se na e bën me hilen e. Po Evropa si kishte? Evropa është tjetër gjë, nuk ka pas komplekse kaq të mëdha, ka qenë më racionale dhe sigurisht ka pas standarde të tjera, por ndotjet eliminoheshin siç u eliminuan atje ku rinovuan. Ndotje kishte në atë kohë? Patjetër. Çfarë dëmi solli Elbasanit kjo ndotje? Po sigurisht i ka sjellë një dëm ekologjik dhe kjo lidhet. Pse është bërë në Elbasan? Është bërë në Elbasan se kishte shumë erë dhe ti merrte. Shumë vetëm për këtë, rrymat ajror. Rrymat ajror ishin parashikuar edhe ndotjet. Por në këtë kuptim them, domethënë ishte gabim, sepse ne nuk ishim kallëqe për të përballuar edhe pasojat dytësore, pra ato efektet tensore të një kombinati metalurgjik. Kush e ndërtoi kombinatin metalurgjik? Kinezët. Ne ndërtuam gjë? Urdhëro? Ne nuk e ndërtuam ne? Ne morëm një teknologji kineze, erdhën specialistët kinezë, shumë nga specialistët tanë shkuan në Kinë për të përvetësuar teknologjinë, dhe kështu u bë kjo punë. Dhe u vun punë me pa probleme të mëdha. Falas ishte apo embleme? Shiko, ka ardhur një herë me Metsheu në vitin 1978 atje, edhe tha që e kemi paguar qendark në qendark. Kjo është një gjë për të diskutuar, unë nuk e di sakt, por po them që ai tha kështu. E kemi paguar qendark në qendark. Sigurisht nuk di që të ketë në debat në marrëdhënie ndërshtetrore, sepse borxhet trashëgohen. Dhe s'kemi. Ne s'kemi, nuk kemi dëgjuar asgjë. Do e ka bërë Shqipëria, po kaq e fortë ishte Shqipëria? Po, nuk është vetëm kjo, sa gjëra janë. Po se ka dhe të tjera. Tani fotoja tjetër është po me kombinatin, ju lutem regjia, por me një ky është ndryshkur. Tani më trego atë gabimin më tregove, tani më trego fajin. Fajin. Ekzistonin të gjitha mundësitë që kombinati të rinovohej dhe të përshtatej me ekonominë e tregut. Po të kohë ishte vjetër? Në atë kohë, po, ja po ta them. Në atë kohë me çfarë u mora unë me fjalë derisa ika sepse pash që nuk shtyhesh më. Në atë kohë u lidhe me italianët. Në Itali ishte një firmë Pitini quhet dhe kishte gjithë metalurgjinë e veriut të Italisë. Ata dërguan italianët, qeveria italiane nëpërmjet firmës së tij, dërguan disa specialistë për të bërë një studim fizibilitete, si mund të përshtatej kombinati metalurgjik në kushtet e ekonomisë së tregut. Ky studim ju dha qeverisë shqiptare dhe qeverisë italiane. U hapën edhe fondet e qeverisë italiane, u hapën fondet për të kanalizuar nëpërmjet Pitinit. U njoftua qeveria shqiptare dhe për fat keq nuk e di me çmendje me fjalë, Ramizalia, që ishte presidenti i kohës, u tha italianëve, po do na tregojnë italianët ne se ku t'i përdorim fondet, mjafton të na japin, po dim ne ku i përdorim. Ndërkohë, sepse ne nuk e di, si shëmsuar të punonim me projekte tamam. Ata jepnin para për këtë projekt, sigurisht do kishte ndryshime, pjesa hidrometalurgjisë, domethënë do merreshin lëndë të parë me fjalë edhe nga Brazili, edhe nga vendet tjera, dhe nuk do prodhonim 550 marka çeliqesh, sepse për të kaluar nga një markë në tjetër 50 marka çeliqesh. 50 marka. Çfarë thua? 50 marka çeliqesh prodhonim në atë kohë, por kalimi nga një markë në tjetër kishte një kosto të jashtëzakonshme. Duhet ndroheshin gjithë cilindrat e pezimit e tjera çështje teknike me fjalë që nuk ja vlen, por kishte një kosto të jashtëzakonshme. Do të prodhonim çeliqe për ndërtim. Dhe këtë e ndërpreu Ramizalia, e shkatroi Ramizalia. Unë kam një letër. Po. Mund ta kisha sjellë edhe këtë për garanci, po e them. Është një Fausto Galaci. Po. Ai ishte nga Verona, inxhinier i jashtëzakonshëm, 2 metër burr sa prang cali, që tregove çfarë, 2 metër burr. Nga Dukagjini.
Ka qenë drejtori i kombinatit të Tarantos Itali, që është një kombinat shumë i madh. Tash edhe ai është rrugëllur për shkak të problemeve ekologjike dhe të orientimeve të reja. Dhe më thot, në fund fare shkruan këtu 4 faqe letër me shkrimdore. Është e pamundur thot të punosh me qeverinë shqiptare. Po qeveri shqiptare ishte Ramizi që ishte president. Po pra, s'kishin filluar ndryshimet akoma. Po kryeministri kush ishte? Po Adel Çashani ka qenë. Po në 90 apo në 91? Po 90, po ata kanë ardhur në 90-ën. Në 91-ën, në fillimin e 91-it ka qenë. Fillimin e 91-it ka qenë Fatostan. Po, nuk e di. Fatostan do ketë qenë ndoshta. Fatostan. Dhe kështu thënë, nuk punohet. Po një mentalitet, nuk mund të punohet me qeverinë shqiptare. Po. Dhe shumë të zhgënjur, gjithë ekspertët që unë i njoh personalisht, domethënë. Ky ishte shansi i humbur? Shansi i humbur i Shqipërisë. I humbur i Shqipërisë? Patjetër. Jo vetëm për kombinatin, ëh? Po jo vetëm për kombinatin, po për mënyrën se si menaxhuam 500 fabrika e gjithë industrinë që tani u shkatërruan 500 fabrika dhe uzina. Tani do duam mendimin tënd sepse jo thjesht teori, ajo është edhe e konfirmuar që Serbia e ka deklaruar dhe në parlament Shesheli, Slobodan Miloševići, Sali Berisha e ka pranuar. Spartak Gjela si avokat dhe si njëri publik e ka thënë disa herë. Po në intervistë Sali Berisha më ka pranuar. Ka dhënë $20 milion për destabilizimin e Shqipërisë që nuk kuptonte shkatërimin e uzinave, fabrikave dhe një nga këto ishte edhe kombinati metalurgjik. Tash unë mund t'jap një mendim, po duhet kesh një super spak që t'i hyjë kësaj gjëre me themel dhe ta zbarut. Që duhet të jetoj spak. Por unë po them, ky mentalitet shkatrus ishte tek Ramizalia që e thash, tek të tjerët dhe mbar tek të tjerët që erdhen më pas, të deleguar prej tij apo në rrethana që erdhen nuk ka shumë rëndësi kjo punë, dhe për fat keq ne nuk u treguam, humbëm shansin për të shfrytzuar me fjalë ato gjëra që nuk i krijoi komunizmi si sistem, po ishin pasuri e këtyre njerëzve. Pasuri e kombit. Po, e popullit sigurisht. Dhe unë po të them, meqense jemi te kombinati, ne punonim, askush nga ne nuk paguhesh. Unë në studimet që kam bërë në atë kohë, dola që kostoja e fuqisë punëtore, pra e pagave të fuqisë punëtore, në koston totale prodhimit tek ne ishte 4%, vendet tjerë ishte 25%, 30%, deri në 50%. Kostoja e punëtorëve. Do të thotë që ne kemi punuar pa u paguar në thelb. S'paguanim taksa, dakord, po as nuk merrim pagë. Pra çështja është që pagmerrin punëtorë. Ne ishim pronarët e vërtet të kësaj pasurie. Tani për çfarë shërbente ai çeliku i cilësisë më të mirë që prodhohen në Elbasan? Çelikët më të mirë kanë qenë çelikë inoksitabël. Prodhoheshin. Ku përdoreshin? Prodhoheshin për gjëra që nuk oksidohen, kjo është çështja. Po ne s'kishim nevojë të merret të investonim aq shumë për to, sepse aq sa na duheshin në mundi më. Tani kështu në mjetet të tjera e kanë fjalën unë. Jo vetëm kaq, po unë thash, nuk kombinati metalurgjik nuk përkonte me parimin e mbështetjes në forcat e veta. Pse? Kjo këtu kthej është uzina e koksit. Prodhonte ne nuk kishim qymyr, domethënë, koksi është një fabrikë e madhe që prodhon lëndën dioksid të furnaltave. Por me qymyr briketa, kështu si puntullash, me qymyr, po qymyrët tona nuk ishin të koksifikueshme. As qymyri me malia që ishte më i miri. Atëherë nga e merrnim ne? Ne e blinim nga Amerika dhe nga Rusia. Po nga që s'kishim marrëdhënie me Amerikën, ne e blinim nëpërmjet Kanadas ose nëpërmjet Bullgarisë. Ndërmjetës, pas ndërmjetësish, edhe imagjinoni çfarë kostosh. Do të lënda e parë diekse, kjo diekse, vetëm lënda diekse. Po lënda e parë, më buka, që po them. Ky nuk dilte në tabël pas. Ushqimi i përditshëm. Po kjo e rëndonte me fjalë koston. E rëndonin barierat ideologjike dhe marrëdhëniet që s'kishim me ditë. Do të thënë qymyri me maliet nuk vlen.